Të nderuar televizikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar pamje të reja filmike që sipas tij provojnë manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit. Në video shfaqen qytetarë që votojnë më shumë se një herë, ndërsa një tjetër rast paraqitet si shembull i metodës së njohur si treni bullgar. Denoncimet për manipulimin në zgjedhjet e 11 majit vazhdojnë. Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër set videosh që sipas tij provojnë atë që ai e quan farsë elektorale. Në pamjet filmike të shpërndara në rrjetet sociale, shihen qytetarë që votojnë disa herë në të njëjtën qendër votimi. Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se nuk është mjaftuar me veprime antikushtetuese që sollën efekte elektorale, por se është mbështetur dhe në struktura kriminale për të mbushur kutitë të votimit. Shikoni. Ky me 2 është lule, po ka me 4. Pra, me 2 flet votimi. Përgatitet dhe fleta e 4 të votimit për t'ia dhënë, nga që lodhet i japi dhe i karrige, se ka shumë punë të plotësoj 4 fletë votimi. Pra, ajo është votues profesionist. Dhe hedhja e 1 fletë votimi, 2 fletë votimi, vazhdon personi tjetër të mbushi fletë e votimit, dikush tjetër i hedh në kutinë e votimit, ja ku hidhen dhe 2 fletët e tjera të votimit. 3 edhe 4. Ky është votimi. Ky është fytyra e vërtet. Në një tjetër video të siguruar nga sistemet e monitorimit të KQZ-s, Berisha pretendon se dokumentohet përdorimi i metodës së quajtur treni bullgar, një skem manipulimi ku fletët e votimit plotësohen jashtë qendrës së votimit dhe kalojnë dorë pas dore në mënyrë të organizuar. Këtu. Treni bullgar. Vazhdoj, thot ky tjetër tani. Bën si po e fsheh, tani e nxjerr përsëri jashtë. Ja. Përmes daljes së përditshme, kreu i opozitës synon të ndërgjegjësojë faktorin ndërkombëtar mbi atë që ai e cilëson si mohimi i zgjedhjeve të lira dhe të nxjisë qytetarët drejt një proteste të re me kërkesën për një qeveri teknike. Tu faktoj komunitetin ndërkombëtar të gjithë përmasat e kësaj farse. Edi Rama ka normal një fushat të egër, presionin nga nivelet më të larta, mbi vëzhguesit ndërkombëtar në Shqipëri dhe drejtues të tyre. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me këto trupa dhe ne u dërgojmë atyre të gjitha. Edi Rama ju ka shtruar një pyetje atyre. Ku i keni ju faktet për ato që keni shkruar? Faktet që ne kemi për 5.000 qendra votimi janë një tërkuze gjatë mira kilometra po të rrjedhohen njëra pas tjetrës. Kemi gjithashtu synim. Berisha e konsideron këtë si një betejë sakrifikuese që duhet të çojë deri në garantimin e votës së lirë dhe kthimin e demokracisë funksionale në vend. Partia Demokratike ka kërkuar rinumërimin dhe hetimin e rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit në disa zona të vendit.
Të martën nis procesi i verifikimit në 2240 kuti votimi, i cili do të zhvillohet në Pallatin e Sportit Farie Hoti në Tiranë, në vëzhgimin e KQZ-s dhe përfaqësuesve politik. Të martën, në vend të ndeshjeve sportive, Pallati i Sportit Farie Hoti në Tiranë do të presë një tjetër garë, atë të verifikimit të votës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar kërkesën e Partisë Demokratike për të nisur rinumërimi me hetimin e 2240 kutive të votimit në 4 qarqe: Tiranë, Durrës, Fier dhe Elbasan. Vendimi është marrë pas një kërkese të përfaqësuesve të opozitës në Komisionin Qendror Zgjedhor, të cilët kanë pretenduar për parregullsi në disa zona, duke i kërkuar komisionit një hetim të thedhuar. Procesi do të nisë në 96 kuti nga qarku i Elbasanit, të cilët nuk do të rinumërohen me një herë, por do t'i nënshtrohen një kontrolli hetimor. Qëllimi është të verifikohen nëse të dhënat në këto kuti përputhen me numrin real të qytetarëve që kanë votuar në 11 maj. Konkretisht në zonën e Gramshit dhe Peqinit, ku opozita pretendon se treni bullgar, një term që përdoret për votuesit e shtuar fiktivisht, ka ndalur për të ndikuar rezultatin. Pritet që pas kutive të Elbasanit, procesi të vijojë në ato qarqe të tjera ku do të kryhet rinumërimi i votave, për të parë nëse rezultati përputhet me atë të shpallur nga KQZ në 11 maj. Nga ana e saj, majoranca nuk ka kundërshtuar hapjen e kutive, po e ka cilësuar këtë si proces, si një përpjekje për të vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se të gjitha fazat e rinumërimit do të jenë transparente, të monitoruara nga vëzhgues dhe përfaqësues të forcave politike, si dhe të dokumentuara me kamera. Dy nga të ekstraduarit së fundmi nga Emiratet e Bashkuara Arabe janë përballur me masat e sigurisë në gjykatën e posaçme. Dashnor Dumani do të vijojë të qëndrojë në burg pa afat, ndërsa për Armis Stafën gjykata vendosi një masë më të lehtë sigurie, duke e lënë në arrest shtëpie. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur masën më të rëndë të sigurisë për Dashnor Dumanin, arrest me burg pa afat. Dumani, ekstraduar pak ditë më parë nga Dubai, akuzohet për përfshirje në disa ngjarje të rënda kriminale. Ai është vëllai i të pandehurit të drejtësisë Nureddin Dumani dhe sipas PAK ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Bradasheshit në mars të vitit 2022, ku mbetët në vrarë 3 persona: Endrit Alibej, daja i tij, Arben Dylgjeri, si dhe shtetasit turk Erdal Duronaj. Përveç kësaj, Dashnor Dumani dyshohet se ka marrë pjesë edhe në një grabitje spektakolare në pistën e aeroportit të Rinasit, ngjarje për cilën vijon hetimi. Në të njëjtën seancë, gjykata ka ndryshuar masën e sigurisë për një tjetër të ekstraduar nga Emiratet, Armis Stafën, nga arrest me burg, masa ndaj tij është lecuar në arrest në shtëpi, pasi mbrojtja paraqiti dokumente të sistemit TIMS që sipas avokatit pranojnë se klienti i tij nuk ndodhej në territorin shqiptar në periudhën kur dyshohet se ka kryer veprat penale. Sipas mbrojtjes, nga dhjetori 2019 deri në tetor 2022, Armis Stafa ka qëndruar në Itali dhe nuk ka pasur mundësi të udhtojë për shkak të kufizimeve të pandemisë COVID-19, pavarësisht dyshimeve të SPAK-ut për përfshirjen e tij në pastrimin e parave përmes shitblerjeve të automjeteve në funksion të këtij grupi kriminal të vëllezërve Hajdar dhe Franz Shobja. Gjykata ka vendosur ta hetojë në gjendje të lirë. Me ekstradimin e këtyre dy shtetasve, numri i personave të sjellë nga Emiratet e Bashkuara Arabe në kuadër të operacioneve të suksesshme të drejtësisë shqiptare shkon në 6. Këto operacione janë realizuar edhe pse mes Shqipërisë dhe Emirateve nuk ekziston një marrëveshje zyrtare ekstradimi. Gjykata e shkallës së parë ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për ish-presidentin e urdhrit të stomatologut të Shqipërisë Nikol Deda. Ai përballet me 3 akuza të rënda penale për shpërdorim detyre, vjedhje përmes detyrës dhe veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Sipas hetimeve të prokurorisë, Deda ka kishte përdorur buxhetin e institucionit për interesa personale, përfshirë blerje të dyshimta, rritje të pajustifikueshme financiare dhe përfshirjen e familjarëve në vendimarrje. I shkreu i urdhrit të stomatologut Nikol Deda përfundon pas hekurave. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka vendosur masën më të rëndë të sigurisë, arrest në burg ndaj tij, pas një hetimi të thedhuar të prokurorisë dhe seksionit për hetimet e krimeve ekonomike dhe financiare. Sipas organit akuzës, Deda përballet me 3 akuza penale: vjedhje duke shpërdoruar detyrën, shpërdorim detyre dhe veprime të kundërshtim me vendimet e gjykatës. Hetimet nisën pas një kallëzimi të bërë nga një qytetar, i cili pretendon se Deda kishte abuzuar me buxhetin dhe financat e institucioneve që ai drejtonte. Nga dokumentet e siguruara për hetuesve, rezulton se buxheti i urdhrit të stomatologut është rritur në mënyrë të pazakontë nga 38.5 milion lekë në vitin 2020 në mbi 125 milion lekë në vitin 2022. Kjo rritje sipas prokurorisë nuk shoqërohet me dokumentacionin mbështetës që ta justifikoi, duke ngritur dyshime të forta për keq shpërdorim fondesh dhe përfitimet palishme personale. Në fokus të hetimit janë edhe investimet të dyshimta, përfshirë blerjen e një godine
Ukrainën në emër të institucionit ku dyshohet se janë shkelur rregullat financiare dhe procedurat ligjore të prokurimit publik. Prokuria thekson gjithashtu se Nicole Data ka vepruar për vite me radhë në mënyrë të centralizuar dhe abuzive, duke përqendruar kompetenca të mëdha në dorën e tij, manipuluar vendimarrjen e Këshillit Kombëtar dhe punësuar familjar në struktura kyçe të institucionit duke cënuar integritetin e administrimit publik. Hetuesit vlerësojnë se sidhja e tij gjatë procedurave hetimore ka qenë pengesë në përpjekjet vazhdueshme për të shmangur përgjegjësinë dhe për të ndikuar në provat që rëndojnë ndaj tij. Për më tepër, ai ndodhet tashmë në hetim edhe për një çështje tjetër penale të ngjashme, duke përforcuar bindjen e prokurisë për rrezikun e lartë të përsëritjes së veprës penale. Në këtë kontekst, masa e arrestit me burg është vlerësuar si e domosdoshme për të garantuar vijimin normal të hetimeve, për të mbrojtur provat dhe për të siguruar që procesi gjyqësor të mos ndikohet. Rasti i Nicole Datës ngresh sërish shqetësime mbi mënyrën se si drejtohen organizmat që rregullojnë profesionet në vendin tonë dhe mungesa e transparencës në menaxhimin e fondeve publike, veçanërisht në sektorin e shëndetësisë. Sëmundja infektive që godet baktitë e imta po përhapet me shpejtësi shqetësuese në vend. Pas rasteve të konfirmuara në veri dhe jug, murtaja ka mbërritur edhe në Zellbastar në Tiranë. Deri më tani janë evidentuar 6 vatra infeksioni në 8 ferma blegtorale dhe janë azjesuar mbi 1000 krerë bakti. Shqetësimi për përhapjen e murtajës së ruminantëve të vegjël ka marrë për masa kombëtare. Laboratori i referencës ISUF ka konfirmuar zyrtarisht vatrën me 3 të infektuar në Zellbastar të Tiranës, duke e çuar në 6 numrin total të vatrave të përhapura në vend. Të dhënat zyrtare tregojnë se murtaja është zbuluar fillimisht në postrip të Shkodrës, më pas në Dibër dhe Bulqis, për të vijuar në Korçë, Berat dhe së fundmi në kryeqytet. Në këtë zona janë identifikuar 8 ferma të prekura me mbi 1000 krerë bakti të imta, kryesisht dele dhe të cilat janë azgjësuar nga shërbimi veterinar. Në çdo vatër ku identifikohet virusi, i gjithë mbashtrimi eliminohet në mënyrë të menjëhershme përmes një protokolli të rreptë veterinar që përfshin eutanazinë e tufës me armë të specializuara. Sipas autoriteteve, kjo është masa e vetme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit, që përhapet me shpejtësi të lartë nëpërmjet kontaktit direkt ose indirekt mes kafshëve. Ministria e Bujqësisë ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të panajireve, tregjive të baktive dhe çdo lëvizje të pakontrolluar të kafshëve të gjalla në territorin shqiptar, por pavarësisht këtyre masave, dinamika e përhapjes së virusit tregon se sëmundja nuk është frenuar. Fermerët e prekur shprehen të shqetësuar dhe të dëshpëruar, duke akuzuar se infeksioni është futur në vend përmes kontrabandës dhe tregtive të baktive të imta me dokumenta të falsifikuara shëndetësor. Sipas tyre, shumë prej kafshëve të infektuara rezultojnë të kenë ardhur nga Rumania me dokumentacion që nuk garanton gjendjen reale të tyre. Ndërkohë, ministria ende nuk ka bërë publike një vendimarrje për dëmshpërblim të fermerëve të prekur, të cilët përballen me pasojat e rënda ekonomike në një situatë të pasigurt për të ardhmen e fermave të tyre. Ekspertët e ISUF-it theksojnë se murtaja e ruminantëve të vegjël nuk përbën rrezik për njerëzit, por ka pasoja të rënda për sektorin blegtoral dhe ekonomitë rurale. Tashmë vëmendja është përqendruar te gjurmimi i rrugëve të përhapjes dhe bllokimi i lëvizjes së baktive në mënyrë që të mos preken zona të tjera të vendit. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë një zonë periferike në qytetin e Kavajës duke shkrumbruar një biznes pranë lagjes së Kollçakëve. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar aksidentalisht nga një person ende pa identifikuar. Falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfiksëve, flakët janë vënë në kontroll, ndërsa rreziku për banesat përreth ka qenë real. Drita Televizion ka qenë në vendin e ngjarjes dhe sjell pamje ekskluzive. Një zjarr i përmasave të frikshme ka tronditur sot qytetin e Kavajës rreth orës 13:30. Ngjarja ka ndodhur në një zonë periferike pranë lagjes së njohur si Kollçakët, pikërisht në segmentin që lidh qytetin me fshatin Synej. Sipas burimeve të para në vendngjarje, flakët kanë përfshirë dhe më pas kanë shkrumbuar një biznes lokal duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Sipas dëshmitarëve, shkaktari i dyshuar i zjarrit është një person ende i pa identifikuar i cili ka djegur një sipërfaqe toke në pronësi të tij pa një qëllim dashakeqës, por që brenda pak minutash situata ka dalë jashtë kontrolli. Për shkak të kushteve të favorshme të përhapjes si era dhe temperaturat e larta, flakët janë përhapur me shpejtësi duke arritur deri tek biznesi pranë. Banorët e zonës kanë reaguar me shpejtësi duke njoftuar menjëherë shërbime zjarrfikse dhe policinë. Forcat zjarrfikse ndodhen ende në vendngjarje duke vijuar përpjekjet për shuarjen e plotë të flakëve. Megjithatë, deri në këtë moment situata është vënë nën kontroll dhe është shmangur rreziku për përhapjen e zjarrit në banesa dhe bizneset përreth. Pamjet që sjell Drita Televizion nga vendngjarja tregojnë qartë për masat e dëmit dhe frikën që ka shkaktuar ky incident tek banorët lokal.
Në mungesë të ndërhyrjes së shpejtë, zjarri mund të kishte marrë përmasa tragjike. Hetimet për shkaqet e sakta të zjarrit janë ende në vijim, ndërsa autoritetet kanë apeluar për kujdes maksimal dhe përgjegjësi veçanërisht në këtë periudhë me rrezik të lartë për zjarre. Operacionet e forcave të rendit për kapjen e shtetasve në kërkim kanë çuar në ndalimin e 5 personave brenda 24 orëve të fundit në kryeqytet. Të arrestuarit ishin të dënuar apo të akuzuar për vepra të ndryshme penale, përfshirë mashtrim, shpërdorimin e detyrës, armbajtje pa leje dhe ndërtime të palishme. Operacionet për ndalimin e personave me precedent penal vijojnë me intensitet në kryeqytet. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Tiranës ka arrestuar 5 shtetas, të cilët ishin të shpadur në kërkim nga organet e drejtësisë për një sër veprash penale. Specialistët për hetimin e trafiqeve të palishme kanë bërë të mundur ndalimin e një 70 vjeçari, i cili është dënuar nga gjykata e Tiranës për 3 vepra penale: vjedhje duke shpërdoruar detyrën, shpërdorim detyre, si dhe veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Ndërkohë, policia e komisariatit numër 1 ka ndaluar një tjetër shtetas të shpadur në kërkim, i cili ishte dënuar me një vit burg nga gjykata e apelit për veprën penale të mashtrimit. Një tjetër arrestim është kryer si rezultati i një operacionit përbashkët ndërmjet komisariateve numër 2 dhe numër 3, të cilët vunë pranë një shtetas të dënuar për prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje të armëve të ftohta. Po brenda këtij kuadri, në bashkëpunim me seksionin për krimet, është ndaluar edhe një 62 vjeçar, i cili është dënuar me 4 vite burg për ndërtim të palishëm, një fenomen që vazhdon të mbetet shqetësues në zonën periferike të Tiranës. Operacionet janë përfshirë edhe në njësi tjera të qytetit. Komisariati numër 6 në bashkëpunim me komisariatin numër 5 ka arrestuar një 34 vjeçar i shpadur në kërkim për mashtrim, një vepër që në shumë raste shoqërohet me pasoja të rënda financiare për qytetarët. Policia e Tiranës bën të ditur se operacionet për kapjen e personave të shpadur në kërkim do të vijojë pa ndërprerje në të gjithë territorin e kryeqytetit dhe bën thirrje për bashkëpunim nga qytetarët për denoncim të personave që fshihen nga drejtësia. Interpol Tirana ka finalizuar me sukses ekstradimin nga Spanja të një shtetasi shqiptar të shpadur në kërkim ndërkombëtar për një ngjarje të ndodhur në vitin 2023 në Kukës. Sorel Canaj akuzohet për tentativë vrasje dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta. Një tjetër shtetas i shpadur në kërkim ndërkombëtar është vënë pranë nga fal bashkëpunimit të strukturave të Interpolit shqiptar me autoritetet homologe spanjolle. Sorel Canaj, 25 vjeç, është ekstraduar nga Spanja në Shqipëri pasi rezultoni dyshuar për një tentativë për vrasje në qytetin e Kukësit në vitin 2023. Sipas të dhënave zyrtare nga policia e shtetit, ngjarja ka ndodhur në një lokal në lagje numër 5 në Kukës, ku Canaj dyshohet se ka goditur me mjet prerës një shtetas me inicialet AE, duke tentuar të marrë jetën. Për këtë ngjarje ndaj tij është ngritur akuza për vrasje kryer në kapërcimin e kufive të mbrojtjes së nevojshme, mbetur në tentativë, si dhe për prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta. Gjykata e shkallës së parë Kukës ka caktuar ndaj Canajt masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që ai ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, që prej momentit të largimit të tij nga vendi pas ngjarjes. Kapja dhe ekstradimi i tij drejt Shqipërisë është bërë i mundur në kuadër të operacionit policor ndërkombëtar i koduar The Wanted, që synon lokalizimin dhe kthimin e personave të shpadur në kërkim për vepra penale të rënda. Policia e shtetit ka falendëruar autoritetet spanjolle për bashkëpunimin dhe ka përsëritur angazhimin për të vazhduar goditjen pa kompromis të çdo individi që i shmanget drejtësisë brenda apo jashtë vendit. Pas shumë muajsh narrati, drejtësia shqiptare ka siguruar ekstradimin nga Zimbabve të Loren Dushës, një nga të pandehurit kryesor në aferën e inceneratorit të Fierit. Policia e shtetit konfirmon se 42 vjeçari u soll në Shqipëri ditën e shtunë me 14 qershor për të përballuar drejtësinë për akuzat që rëndojnë ndaj tij. Në cilësinë e administratorit të kompanisë që menaxhonte inceneratorin e Fierit, Dusha dyshohet se ka përfituar fonde publike në mënyrë të palishme. Sipas PAK, ai ka përdorur fatura dhe pagesa fiktive për punë dhe shërbime që nuk janë kryer kurrë, duke dëmtuar buxhetin e shtetit me një prej rreth 60 milion lekësh. Në shtator të vitit 2023, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e dënoi Loren Dushën me 4 vite 8 muaj burg përmes një gjykimi të shkurtuar, por një vit më vonë gjykata e apelit vendosi të prish vendimin dhe ta rikthej çështjen për rigjykim me një trup tjetër gjykuese, duke vënë sërish në pikpyetje përfundimin e procesit ndaj tij. Dosja penale për inceneratorin e Fierit është një nga hetimet më të rëndësishme të SPAK-ut, që u mbyll në dhjetor të vitit 2022. Sipas prokurorisë, vetëm për inceneratorin e Fierit u paguan mbi 4 milion euro për punë të pa ekzekutuara, duke përfshirë në skem disa drejtues kompanish dhe zyrtar të nivelit të lartë. Të pandehurit për këtë çështje përfshin edhe Loren Dushën, duke mohuar vazhdimisht akuzat dhe kanë kërkuar pafajësi në të dyja shkallët e gjykatës. Nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 16 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 21 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 34 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 34 gradë Celsius. Kukës, 18 deri në 32 gradë. Peshkopi, 17 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 21 deri në 33 gradë. Durrës, 21 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 32 gradë. Elbasan, 20 deri në 33 gradë. Berat, 20 deri në 34 gradë Celsius. Korçë, 17 deri në 30 gradë. Vlorë, 21 deri në 32 gradë. Gjirokastër, 19 deri në 35 gradë Celsius. Sarand, 21 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 qershor 2025 do të karakterizohet nga moti i kthjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor veri-lindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 20 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 20 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 20 deri në 30 gradë. Pej, 20 deri në 31 gradë Celsius. Prishtinë, 20 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 21 deri në 31 gradë. Malishev, 21 deri në 30 gradë. Gjilan, 20 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 21 deri në 30 gradë. Kaçani, 21 deri në 30 gradë. Suharek, 22 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 20 deri në 30 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë do të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.